Në ambientet e shkollës 9-vjeçare Stavri Themeli në Korçë u zhvillua një aktivitet i veçantë kushtuar mjedisit, ku nxënësit në bashkëpunim me shoqatën turistiko-mjedisore Korça Alpin mbollën fidan për të kontribuar për një hapësirë më të pastër dhe më të bukur. Një rol kyç në këtë nismë pati edhe klubi i mjedisit dhe vullnetarizmit të shkollës, të cilët ndihmuan në mbjelljen e fidanëve. Ne sot jemi duke mbjellur disa pemë që të gjelbërojmë ambientin e shkollës, por pemë ndikojnë edhe në pastrimin e ambientit, e cila është një gjë shumë e mirë. Çfarë mesazhi përcjellni mes këtij aktiviteti? Po, që të mbjellim më shumë pemë, lule dhe të mos i kaputim ato, ose t'i dëmtojmë. Sot jemi duke mbjellur disa lule shumë të bukura, të cilat përdoren për të zbukuruar ambientin dhe për të gjelbëruar sa më shumë. Çfarë mesazhi përcjellni mes këtij aktiviteti? Mes këtij aktiviteti ne përcjellim një mesazh shumë të bukur për gjelbërimin e mjedisit. Neve jemi klasa e 7A edhe neve po kënaqemi shumë dhe neve po marrim një mesazh që neve do të mbjellim sa më shumë bimë. Ne po mbjellim pemë për të rritur oksigjenin në natyrë dhe për të zvogëluar dioksidin e karbonit. Dhe mesazhi është që të mbjellim sa më shumë pemë dhe të kujdesemi për to. Ky aktivitet shërben si një mesazh i fortë për rëndësinë e kujdesit ndaj mjedisit dhe promovon frymën e përgjegjësisë qytetare tek të rinjt, duke i bërë ata pjesë aktive të ndryshimit pozitiv për komunitetin.